Gjerdan Shaqiri, nuk e di Shaqiri, besoj se keni folur për një televizion shqiptar përpara. Jo, përpara, jo, para. Kemi ne ekskluzivitet digital për Supersportit. Mirë, super. Gjerdan, ju keni marrë në mira kam përshtypjen me shqiptarët. Jo, jo mirë, shumë, jam i gëzuar që fitoi Zvicra. Po, nuk mërzitej që fitoi Shqipëria? Po, na kena di që loja kur ka ardhur dhe që ka më bërë se shumë loja emocionale për neve. Na veç e kena që lojën, kështu për mediat s'kena lexuar shumë, se shumë kanë shkruar. Shaqiri sot te gazeta Blik Zviceriane ishte me një top që godiste një shqipoj në ajër. Edhe e godinte shqipoj. Jo, si ishte ai momenti i golit? Ishte momenti mirë që e vava golën për Zvicrën, ama edhe momenti i keq për Shqipërinë që duket se kishte parandjer që po shënova nuk do festoj. Jo, po më duket e keni pa që s'kum festu se për respekt e parandjer golin më sa duket. Jo, për respekt s'kum festu golin se kam respekt edhe për Shqipërinë, se në familjen e kam të Kosovës se çfarë do thua shqiptarëve që të ndjekin dhe të shohin tani këto momente? Ja, shqiptarin për Gjerdan Shaqirin. Po si cili kur të shesh çish dush, shumë më kanë polluar si tradtar, edhe shumë kanë shkruar, shumë nuk e din realitetin, për çata do të janë me ditë realitetin e tani me fol. Ashtu. Okej, Gjerdan, unë të falenderoj, t'jap kohë dhe ty të largohesh, falenderoj shumë që pranove të klasën digital. S'ka problem, faleminderit edhe juve. Faleminderit juve, suksese. Gjerdan Shaqiri, çfarë mund të heqim po? Apo shuar